Përshëndetje, Mr. Endi Tufa, Top Channel. U bët gati mbi 2 vite gjysmë që drejtoni të skuadrën. Në prag të kësaj ndeshje keni parë apo keni vënë diçka ndryshe nga para përgatitja e këtij takimi për sa i përket dozave emocionale që kanë lojtarët në këtë përballje dhe ju vetë jeni përfshirë apo keni menduar që t'i ndani lojtarët të ndjenjave personale me ato të futbollit? Vi ste 2 godine trener ove ekipe i da li ste uticali na emocije igrača za ovu specijalnu utakmicu? Penso che ho capito. Più di 2 anni e mezza che voi siete allenatore della nazionale, avete visto qualcosa differente nel parte emozionale per questa partita, forse anche dei giocatori, e avete lavorato in questo senso? Përshëndetje, Tufa. Ma guarda, è certamente che è una gara diversa. Ieri, oggi e domani. Sarà sempre. Sempre sarà diversa, sempre. Ma come l'hanno detto tutti i che sono qua dentro di questa parte di loro, anche di noi, è una bella gara sportiva, 90 minuti con calciatori forti, buoni, l'ho detto, 2 allenatori, mi metto lì al pane anche, penso che sono un buon allenatore anche, poi da sfruttare i 22.000 tifosi che abbiamo domani qua fuori, da sfruttare come hanno fatto sempre insieme da noi. Loro sono molto importanti per noi, saranno domani un calciatore in più per noi, i nostri tifosi, magari possono sfruttare di tutto, perché avevamo una richiesta di 800.000, non so, una roba del genere, 22.000 è arrivato qua. Volevo portare il mio papà, ma il Brasile è troppo lungo. Poi da sfruttare di una bella gara difficile, i calciatori sono preparati, certamente. Është një ndeshje ndryshe, sot është një ndeshje ndryshe, dje ka qenë ndryshe, nesër do të jetë gjithmonë do të jetë ndryshe nga të dyja kampet. Por shpresojmë që të durojmë një ndeshje të bukur nga aspekti sportiv, 90 minuta të bukura për të shijuar. Të dyja skuadrat kanë lojtarë të mirë, kanë dhe trajner të mirë, mund ta fus këtu edhe veten time ta konsideroj një trajner të mirë. Uroj që ta shijojmë, sidomos edhe 22.000 tifozë të cilët do të jenë në stadium. Kam dëgjuar që ka pasur mbi 800.000 kërkesa për tifozët, kështu që janë me fat ata që janë në stadium dhe si gjithmonë mbështesin skuadrën edhe janë një lojtar shtesë për ekipin ton. Unë madje doja të sillja edhe babain tim nga Brazili për ta parë ndeshjen, por që ishte një udhtim shumë i gjatë. Të gjithë lojtarët janë gati edhe shpresoj të shijojmë një ndeshje të bukur nesër. Da je utakmica, svaka utakmica je važna, svaka utakmica je važna za sebe, svaka utakmica je različita, tako da trebamo zadovoljiti 22.000 ljudi koji će biti prisutni navijači, a čuo sam da imamo oko 800.000 karata su hteli koji su bili navijači, a drago mi je da nije interesantno, ne bi došao moj otac iz Brazila da pogleda utakmicu i da vidi utakmicu. To je sve. Apologies to the room that I ask in English this question. Nick Ames from The Guardian, nice to see you again. You've obviously got a lot of experience of big games, huge games as a player and coach. For a lot of these players, they're going to get to be hearing a lot of external noise. Even if you try and keep it in-house, they're going to be having social media, they'll be talking to their friends, lots of people from outside telling them what a big game this is. Is it good that they hear some of this noise, or do you have techniques for blocking it all out? Juve si lojtarë keni pasur eksperiencë të madhe, edhe si lojtarë dhe si trajner me klube të mëdha. Njëta gjë sigurisht edhe për lojtarët të cilët ju servisni. Por që në ditët e sotme me median, me rrjetet sociale, ata janë vazhdimisht në kontakte dhe të një lloj presioni që ndodh përreth. A është diçka e mirë ajo çfarë diskutohet edhe flitet në përgjithësi, edhe si do ta menaxhoni këtë pjesë? Pitanje je, vi ste kao veliki stručnjak i sa velikim iskustvom o ovoj utakmicu. Šta mislite, da li osjećate nešto drugo na ovoj utakmici ili je to sve normalno? Listen, it's good to see you here again. True, I've been playing a lot of big games. The preparation is really special, it's a nice one.
That case, but in my case, so I'm talking about more than 15 years ago, we didn't have a medium socials, so it was easier for me, for the players. Sometimes I speak to the players and I say to them, listen, you have to focus on the work and the training 1 hour and a half, 2 hours in a day, but you cannot avoid it. So the new generation, they are used to it. Even I don't care about them because they are, as I said, they are used to it. So the new generation, they don't care about. But that moment, I think the message for everyone is, goes out, you have 90 minutes to play, enjoying the game. Is hard, difficult, tough game, respect your opponent, but you have the opportunity in your hands to go out and to do everything really special. Just leave the core, leave the soul in the pitch. That's my message for everyone. How about the new generation? Nothing to say, nothing to do, but that's it. Thank you. Është vërtet, unë kam luajtur në ndeshje të mëdha përgjatë karrierës time, por edhe që kanë pasur një peshë dhe një përgjegjësi të madhe. Por e kam bërë këtë gjë 15 vite më përpara, kur rrjetet sociale nuk është se ishin diçka kaq e madhe sa sot. Unë flas vazhdimisht me lojtarët, i them që të fokusohen më tepër tek stërvitja dhe tek gjërat që kanë rëndësi në fushë, por që në kohën time ka qenë pak më e lehtë, ndërsa sot me këtë gjeneratën e re duket sikur nuk është se ju intereson aq shumë dhe janë të fokusuar tek rrjetet sociale. Mesazhi në këtë rast është që janë 90 minuta ndeshje, duhet ta shijoni këtë ndeshje, sigurisht me respekt ndaj kundërshtarit, por që keni një mundësi në duart tuaja për të bërë diçka të mirë edhe të lini zemrën edhe shpirtin në fushë. Rekao je da pošto su sad elektronika i novi mesaži, situacija drugačija i tehnička, jer u moje vreme toga nije bilo, i smatram da i sad stojim iza toga i da je situacija takva da samo koncentrisani da bude lepa utakmica, lep doživljaj za celu publiku i za sve nas. Po? Edmond Thaqin nga Radio Televizioni i Kosovës. Dihet që për shqiptarët në përgjithësi kjo ndeshje është shumë e rëndësishme, njëkohësisht edhe është emocionale. Për trajner, sa e keni përgatitur ekipin psikikisht për t'i dhënë shikuesve jo vetëm, por edhe futbollistëve që vinë nga Kosova? Per tutti gli albanesi questa partita è troppo importante, ma quanto è la squadra preparata psicologicamente, anche i giocatori che sono da Kosovo? Pitanje je bilo kako ste psihički pripremni za ovu utakmicu i da li ste na to uticali, da ste pokušali da smirite igrače i sve to. A što je Koptova? Folj. Sa i ka përgatit ekipin psikologisht, do thot për këtë ndeshje, do thot që ka një emocion të veçantë. Koliko ste pripremili psihički ekipu protiv ove ekipe Srbije? To je suštinsko pitanje. Finita? No, devo rispondere, certo, ma è finita. Pershëndetje, mi brama. Guarda, l'ho detto già la prima o seconda domanda, loro sono tutti preparati, di tutte e due parti, di là e di qua. È una partita diversa, certo. Ieri, oggi e domani, sempre sarà una partita diversa. Ma quando parliamo di sport, di calcio, si va al campo a giocare calcio, forte, bene, ma calcio. Intensità alta di gioco, calciatore di altissimo livello, eccellente allenatore di là, ottimo allenatore di qua, si parla e si va di calcio. Loro sono assolutamente preparati, i calciatori già hanno vissuto quello da tante volte in vita sua, poi è una in più e sono assolutamente sicuro che sono tutti preparati. E thashë edhe më përpara, të dyja skuadrat në fakt i kanë përgatitur, nga të dyja palët janë të përgatitura, sigurisht që është një ndeshje ndryshe, sot, nesër gjithmonë do të jetë një ndeshje ndryshe, por që kur flasim për futbollin, flitet në fushë, edhe do jenë ndeshje, do të futesh në fushë me intensitet edhe çfarë ndodh më pas do të shikohet vetëm brenda fushës. Nga ana tjetër kanë lojtar të mirë, po ashtu edhe neve. Po prap skuadra tjetër ka një trajner të shkëlqyer, mund të them që edhe nga skuadra jonë një trajner shumë të mirë, kështu që do të flasim vetëm me futboll. Priče da ne interesuje nas ništa osim fudbala, suštinski to je
to je odgovor, da oni imaju odličnog trenera i mi imamo i ekipu i mi imamo isto odličnog trenera i daj da razgovaramo samo o futbollu, a ne o nekim drugim temama. Mirë, atëherë kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë për nin. E di që do doni të vazhdoni të pyetje, por koha në dispozicion është e kufizuar. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj suksese. Faleminderit shumë. Grazie.